Më merr një ditë një vëlla në telefon. Më thotë o është ka ndru jetë baba. Tash hajë, inshallah Zoti më shiro. Sa po desha të them sa për xhenazën. Tash po, hajë inshallah. Sa po problemi është se unë i kam folë shumë, tha pa ai nuk e ka thënë shahadetin. Dhe nuk ka pranuar Islamin. Si bëhet? Thash o vëlla, përderisa më dhe këto detaje, s'prezantoj dot në xhenazë. Ai vllai, Zoti e rujt, ngulte ai shumë këmbë, sa që mu dhimbs për Zotin. E thash o vëlla, është vonë. Gjithë të këmbgulje që bën tani duhet ta kishe bërë më herët. Po përderisa nuk ka ndodh, s'kemi çfarë të bëjmë. Saktimi i Zotit, Zoti don sabër edhe durim. Të punojmë me fëmijët tanë, të punojmë me shokët, të punojmë me vëllezërit, me motrat, me niprit, me mbesat. Ne të bëjmë atë që duhet të bëjmë ne. Pastaj lutja dhe duaja do të bëj punën e vet.